Kryeministri i detyr i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se pas dështimit të kuvendit për të votuar qeverinë e re, vendi po shkon në drejt të zgjedhjeve të reja, raporton Kosova Press. Vendi natyrisht, siç e pam nga dita e djeshme, nuk ka rrugë a mënyrë tjetër përveç se drejt zgjedhjeve të reja. Nuk ka qenë preferenca jonë, jemi përpjekur që çdo herë kur është kërkuar nga ne, obligimin ton ta kryejmë me kohë, por tash ndërkohë kemi hyrë në muajin e 8 të vitit të 5 të mandatit ton të plot 4 vjeçar. Nuk e kemi menduar që do të ndodhë, sigurisht që nuk e kemi dëshiruar, por dita e djeshme vetëm sa e zgjat një mandat të këtillë. Ndërkohë, kryetari dhe vendosjes Albin Kurti është deklaruar se ende nuk ka marrë ftesë nga presidenti i vendit Vjosa Osmani për konsultimet e radhës për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, Kurti u shpreh të pesimist për zgjedhjen e një qeverie të re, pasi që ai paralajmëron në 2 pas zgjedhje të reja deri në pranverë dhe duke ju referuar edhe çështjes së zgjedhjes së presidentit në prill. Së pari ne nuk kemi marrë ende ftesë nga zonja presidente. Natyrisht që do të konsultohemi me të, e dim që për herën e dytë, eventualisht, është në diskrecionin e saj çështja e mandatarit për formimin e qeverisë. Nga ajo çfarë dëgjuam dje dhe në bazë të rrethonave që ekzistojnë, duket që të gjithë tash po përgatiten jo vetëm për balotazhin, por edhe për zgjedhjet e reja parlamentare. Mbas është për të ardhur keq, që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhjen dimër edhe zgjedhjen pranverë, sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit tashëm, dhe i kemi vetëm 4 muaj deri te zgjedhja e presidentit apo presidentes, pra afatet kohore po ikin me shpejtësi dhe është për të ardhur keq se përveç balotazhit do të mund të kemi edhe 2 herë zgjedhje, kemi mundur së paku këto zgjedhje të dhjetorit t'i evitojmë e t'i kemi eventualisht vetëm ato në pranverë. Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e qeverisë së Kurti 3 i propozuar nga vetvendosje, nuk mori votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë së re, pasi që vetëm 56 vota ishin pro, 52 kundër dhe 4 abstenime.